Mos e diskuto, Genci, ju burrat nuk merrni vesh fare se sa e vështirë është t'jesh femër, t'jesh nën, t'jesh grua. O lere, u këputat juve gratë. Po pse, çfarë problemi ka që t'jesh grua? Po pra, si ke provu dhimbjet e linjës si pra ne i flet kështu. Ashtu, a? Po ti, i ke provuar dhimbjet kur ha një shkel në mes të këmbëve? Ja i pas ke provuar ti. Atere, po ta bëj edhe njerë pyetjen. Çfarë është më mirë të jesh, burr apo grua? Ja të pyesim edhe publikun. Si është më mirë? Burr apo grua? Ja shiko! A ka gratë tu apo jo? Po është më mirë t'jesh grua, mo nuk diskutohet fare. Shiko, të gjithë thonë burr. Ja dhe kjo goca këtu me kvish me kuadrata, burr sot më duket. Po sigurisht, moj Eneda, sigurisht, se është mirë t'jesh burr, se burri që është burr, I lidh brekët me ushkur, edhe tonet si flamur. Edhe ta hap kokën me gur. Jo, me se nuk është ashtu. Ajo është ndryshe. E mos si është. Burri që është burr, e çon tavën në furr, edhe se merr kurr. Ja kështu. Se për punët e shtëpis, neve burrat ju kemi lënë juve grave. Gratë vetëm punë shtëpie bëjnë gjithë ditën. E rregullojnë shtëpinë edhe kur vjen tekniku I sahatit, shikoj sahatin. E rregullojmë në shtëpinë kur vjen tekniku I sahatit, se nuk e përdorim vetëm për të pas sahatin, pa edhe për gjona tjera. Të lumë të goja. Ashtu, Monda, e rezikshme Monda. Mirë. Ashtu, a? Do me thënë do një lufta? Pa. Ate ja u tregoj unë se çdo të thotë jesh burr. Hoje. Një burr, kur shkon me pushime 5 ditë për shembull, nuk merr gjysmën e shtëpisë me vete. Merr vetëm 5 palë brek. E marim gjysmën e shtëpisë ne me vete, duam se u angarkojmë juve. Ashtu, a? Pa. Po është dhe vërtet. Po mirë, po kjo tjetra. A e dini ju pse është mirë t'jesh burr? Se burri nuk e ndron mbi emrin kurr. Prisni gati, more, prisni njerë. Genci që ke shumë mrapa. Pse? Këto femrat e sotme, sidomos kur janë edhe pak të famshme, as du në ja ditë fare për mbiemrin e burrit, mbajnë mbiemrin e vetë. Maje të si maje, ha? Avash. Moj Eneda. Urdhro. Moj. Po ti tani që je martuar, mbiemrin e kujt mban? Unë, do me thënë Po unë. ti pse kush unë? Unë mbaj mbiemrin e burrit, sigurisht. Po në sken mbaj mbiemrin tim. Në sken, vetëm në sken. Pastaj burrat nuk I rjepin parukjeret. O qyqe, një unë sot isha të parukjerja, shi sa e bukur janë bë. O migra, si janë bë si kukulla. E bukur është bë Monda sot. 2 herë një javë shko ke parukjerja. Do ke qenë mbyllur parukeria se unë nuk shikoj në ndryshim në fakt. E ty të placi syti shalla. Po që më duhet mua berberje parukeria? Unë, kur ri pa qethur, nuk e vras mendje se çfarë thon njerëzit për mua. Duhet ta vrasësh? Se një model flokësh të ndryshon jetën ka rase. Po ku t'ja thumi, Po goce? nuk kuptojnë këta mi Monda. Po ku kuptoj gjo kymi me atë kaptin që ka na? Si fush aviacioni ma ka. Ashtu, a? Do me thënë, do një lufta? Pa. Okej, luftë do bëjmë. Atere, një burr, kur shkon në banjo, nuk merr shoqet me vete. Genci më falë. Sa gjyna. Po sa gjyna që nuk I merr shoqet me vete. Pse? Se edhe zbavitesh. Ka muhabete shumë të këndshme që 2 femra mund të bëjnë bashkë. O sa bukur ke fol për atë zot sa e zgjuti je. Monda, mos I thuaj Enedës se je zgjuar, se fillon dhe e beson pastaj. Genci, Po, më vendon? Me mua e kishe ti? ashtu? Jo, kthe fjalën, mos e diskuto. U ofendove ti, a? Po, ofendova shumë.
mos fillosh të qash tashti, se juve gratë kështu jeni, ju edhe kur merrni telekomandën e televizorit, daloni në ato filmat që janë vetëm me lotë, vetëm qani. Po normale, jemi më romantike, jemi më sensuale. O, që pyet, edhe ne. Më të ndjeshme. Edhe ne burrat jemi romantik, apo jo? Nuk është e vërtet. O që romantik ta kur dun me hongër në i dark romantike me qëri, presin t'i ikin dritat. Kështu është Genci? Ashtu, qeshe ti, qeshe ti, luftoni. Atere luft do bëjmë. Atere, një burr, kur ullet me këmbët hapur, nuk e vret mendje se qa ka veshur. E po ne gratë, kur vesim pantalonat shkurtra, nuk na thon njerëzit duke si idiot. Si është veshin Ida, si kukull. Ja, Si urda i kam dhe unë. Shumë bukur e veshur, po u smere me juve. Mua bet grash, njëra, tjetra. Nuk mere me ty. O, na mos keqen ti, unë pone ti. Ta tregoj unë ty, kur të vi Salsano javës tjetra, atë e ta shohëshi. Kur të bëjmë ne të dy kundër teje. A i tullaci më që edhe kur ikën duket si kur vjej, Allah. Po të fola shu se e kam shok, është shoku i Salsano. Ja kështu si shte mund, pas ke fajti, kemi për të dyja këto. Ju lutem shumë, Monda, Genci, ju lutem shumë. Që shkjo që zjeni gjithmonë ju sarë që mbaroni. Nuk ka mundësi, s'ka mundësi. Ne tani, po ju kërkojmë një puthje. I gjithë publiku që të tregoj shëmbullin që një burë dhe një grua shkojnë mirë, ashtu si që duhet shkojnë. Qyqe, Genco! Genci, jo mua, Genci! Gruan tënde! Hajde, As të kuptova. Ti do që të puth mondën, do me thënë? Po, ja, edhe ne po bëjmë që këti vozlik. Puthe! Hajde, puthje! Hajde më bol. Mjafton. Ja, pra, ky ishte një shëmbull. Ky ishte një shëmbull. Done isha mije me ufshi? Ky ishte një shëmbull mirë kuptimi, tamam ashtu si që edhe politikanët duhet merren vesh me njëri tjetrin. Dhe ne kemi një katalizator i cili ndihmon në këtë proces dhe ai është Shef Gjini.